sezon i gjatë, një sezon i vështirë sot kur orzoni si kampion kategorisë ty. Sa i lumtur dhe sa i kënaqur ndiheni? Më thonë drejtën siç e theve ti, si sezon i vështirë, siç nisi me vonesë, po thuaj se 10 ditë se viti u gumullu ekipi, u bë shumë shpejt. Me ne edhe ne lojtarë ato problemet tona në për klubet që kemi pas. Por me thonë drejtën, duke pas të besim ke lojtarët, ke stafi, të presidenca, se cilët na kanë mbështet gjatë gjithë vitit. E dishim që kapaciteti kishim si lojtarë dhe ja lishim thjesht kohës që të arrishim ku arritëm dhe jemi mjaft lumtur që është problem njerëzve që japin parët për këtë punë me fol. Edhe janë të lumtur, po që janë të lumtur, jemi dhe në të lumtur. Ila, çfarë të veçante ka ky sezon për ju? Ky, me thonë drejtën, është i pari nga atyre time që luajnë këtë kategori. Por ndihem mirë këtu ndesh, është ndjesi e mirë, cilën vlerësojmë. Dhe jam i kënaqur. Do të jetë Ila pjesë e bisedës edhe për sezonin e ardhshëm, keni folur diçka? Po, kemi folur deri diku, besoj që po. Suksese, faleminderit.